Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni. Si çdo natë, po e sot jam para jush. Të dashur shqiptar, unë e di që prisni arestime. E di që prisni të rrëzohet qeveria e 35 vjetë. Po të dashur shqiptar, është gati për çdo gjë. Sepse spionazhi që ka qenë për 35 vjetë, dashur shqiptar, u zbulua, fillovi në Kosovë dhe do përfundoi në Tiranin. Po dalën çdo ditë spionët, ashtu u bën edhe zgjedhjet që akoma nuk janë përfunduar ashtu siç duhet në Kosovë, ka rrëmuj, po edhe në Shqipëri. Të dashur shqiptar, Spaku është gati për arestime. KLP-ja ka ndryshuar, i ka dhënë leje Spakut që të arrestojë njerëz. Shumë kryetar partie këto ditë bëjnë dorëheqje, largohen. Unë va kam thënë në para, dashur shqiptar, qeverinë teknike ne kemi krijuar. Unë po a shpjegoj pak për qeverinë teknike, të dashur shqiptar, do ketë 13 sekretar shteti, do thot 13 ministra. Po ashtu do ndryshoj Shqipëria komplet, dashur shqiptar, për arsye se do bëhet me president. 3 muaj janë për zgjedhje teknike, për të zgjedhur deputet, 80 deputet e 41 senator, do zgjedhen si asnjëherë tjetër direkt nga shqiptarët. Po do dalin nga shqiptarët, jo të embëruar, se kush ka dëshirë ka drejt dali, pa parti. Është i aftë, ai ka drejt dali. Pra, në Shqipëri nuk do ketë, të dashur shqiptar, ashtu si sistem 13 ministra, do t'jenë dhe 13 governor. Qytetet e Shqipërisë, si për shembull Tirana, Korça, Vlora, Gjirokastra, Shkodra, gjithë qytetet, Lushnja, Fjeri, 13 qytete do t'jenë governor. Dhe qytetet e tjera të vogla do t'jenë bashki. Domethënë do të quhen kryetar bashkie. Po pse e them governor? Dashur shqiptar, ju e pat dhe ekonomistin, ministri që do t'jetë, sekretari që vizitoi dje, që doli para jush, a ju tregovi se sa taks do ketë, vetëm një taks 6% dhe 4 për shtëpi, domethënë dohet shumë gja me mirë tamam si në Amerikë. Të dashur shqiptar, pse e them governor? Për shembull dhe zemrën e Tirana. Tirana do të ketë governor. Dhe nuk ka lidhje fare, është governori i qytetit të Tiranës, ai ka të gjitha, ai mbledh takset përveç federal tax. Federal tax që merr direkt shteti, presidenca, qeveria, që merr taks, do marrë vetëm ato që do përfundojnë në fund të vitit. Domethënë, nga i kam që sa ngelen, sa përqind do marrë, 2-3%, ne e thamë edhe në parë, kur merr $50,000 nuk ka income tax në fund të vitit. Pra, dashur shqiptar, Shqipëria do ndryshojë komplet si në Amerikë. Do t'jenë 3 drejtori, drejtoria e policisë, drejtoria e inteligjencës do t'jetë, dhe drejtoria e byros kombëtare që quhet sot, do t'jetë drejtoria e FBI-s shqiptare. Pra do ndryshojë komplet sistemi si në Amerikë. Por unë e di që ju e prisni arrestim. Po, arrestime do bëhen. Dhe sot, dhe e shihni këtë foto, Dumani është sot përpara hajdutëve, përpara atyre që ju kanë vjedhur, a i shihni deputetët, a i shihni si rrinë me kokë minjan, gjithë ata deputet që shihni ju në foto, ata janë për arrest. Kurse Dumani është në fund, a i po del para tyre, po thot çfarë ka bërë e çfarë do bëj. Të gjithë i kanë sytë ke Spaku. Unë u kam thënë, dashur shqiptar, Spaku nuk largohet pa arrestuar këta janë.
arestimet do e bëhen shumë të tmerrshme dashur shqiptar. Unë u thash dhe disave si Berishës, dorëzoni vetë para se të vinë hekura. Kur dorëzohesh, ke dënimin më të lehtë. Të dashur shqiptar, edhe Erion Velia që thanë ka dal nga burgu, a ishtë në burg, por është ati ku duhet të jetë. Pra ai ka treguar çdo gjë. Pra arestimet janë e do bëhen që zbëndë shumë njerëz që shkruajnë, pilinqin a lodhe, po na thua do bëhen arestime, si ju kanë bërë arestime. Unë ua kam thënë që në fillim e zgjedh Spaku. I vetmi në politikën botërore, vetëm Spak është krijuar në Shqipëri. Do me thënë, ata janë prekuror, po Spaku është krijuar për të pastruar 35 vjet që i kanë vjedhur shqiptarët, për 35 vjet me një 7500 që i kanë vënë shqiptarët në lavrasin njëri me tjetrin. Pra, të dashur shqiptar, duroni këto ditë, para arsye, ne kemi nxjerrë si kërkojmë dhe njerëz. Ne kërkojmë njerëz të dashur bashkëdhetar, që qeveria i do jetë shumë e vogël, por duhen ambasador, duhen inxhinier, duhen profesor, sepse universitetet, gjimnazet, shkollat e ulta të klasës të parë, deri në 7 vjeçare e gjimnaz, profesorët nuk janë të aftë dashur shqiptar. Sepse, si që kam thënë më para, profesor, prokuror, gjyktar, janë me diploma falso. Janë me diploma që i quajnë gjithmonë diplomat e plepit, për arsye se ata kanë qenë në kurs me 2 muaj tamam sistem bolshevik komunist. I gjithë këta që thonë jemi jurista, avokat, që dalën për televizore, këta janë pa diploma dashur shqiptar. Po kanë arritur, se nuk po e gjenjejnë dot njerëzit, kanë arritur janë bërë gazetare, analista. Prokurorët janë të shumtit të dashur bashkëdhetar pa diploma. Gjyktarët, 80% të gjyktarëve janë pa diploma të mbaruar universitetin komplet. Pra, dashur shqiptar, në Shqipëri arrestimet do jetë shumëta, konfiskimet, çdo njeri që arrestohet, konfiskohet para se të arrestohet. Pra, shumë konfiskime janë bërë, këto do t'i marrën shqiptarët. Pra, shqiptar kudo që jeni, sidomos në Amerikë, Australi, Kanada, në vende më të lartë, sa më parë e janë në Shqipëri. E janë në vendin tuaj ku keni lindur. E janë në vendin tuaj ku kanë robëruar. E janë në vendin tuaj të shihni prindrit nëse keni gjallë. Të jepni pak të një lule dhe për ata që kanë humbur jetën. E janë të gëzohet nëna e babaj me niprat dhe stërnipat. E janë të dashur shqiptar se u presëm vetëm e vetëm që të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Ajo ka përfunduar çdo gjë dashur shqiptar. Kur kam thënë, kam erdhur që ditën e parë që kam erdhur, kam thënë Shqipëria me kufi natyror do realizohet 100%. Kosova do të jetë e jona, Maqedonia është tona dhe Malizi, po ashtu do marrëm edhe tokën e grabitur, tokën e djegur të Kosovës. Më falni, të Çamërisë. Pra, Shqipëria do bëhet si që ka qenë dikur para 100 e ca vjet. Pra, shqiptarët e mi, unë e di që prisni, unë e di që flisni në për rrugët dhe për kafene, e di që jeni të lodhur, e di që jeni të vrarë, e di që jeni u kanë robëruar, e di që u kanë marrë pasurit, absolutisht asnjë s'ka marrë pasurit e tia, po, kanë marrë pasuri shqipfolësit, kanë marrë pasuri gazetarë, kanë marrë pasuri tuaja dashur shqiptar. Sepse si gazetarë, edhe ata prokurorë nuk kanë pasuri dashur shqiptar. Ata kanë qenë pa pasuri. Ata u kanë marrë pasurit dhe i kanë shitur.
Ata u kanë marrë pasuri dhe nuk u japën gjyqjen e rregull. Po u shpjen nga klasa e parë, më dytë, me gjyqjen e dytë, më tretë e më fund. E ato para që u dërgojnë familja juaj, i humbi sepse avokatët, të dashur shqiptar, të dy palët, kundërshtari dhe tjetri, janë punojnë bashkë. Unë i kam parë dashur shqiptar dhe i shonë për televizor që thonë jemi jurist, ata se kanë një den fare çdo të thot juridikja. Ata kanë vetëm një ide, si të përçajnë, si të vjedhen, si të mashtrojnë shqiptarët, si të gënjejnë, të thonë e kini dosjen shumë të mirë, do të emini pasurinë, dhe pasuria nuk është marrë. Pra, e sot që akoma në këtë minutë që unë flasë, dumani është para deputetëve, para atyre të korruptuarve. A i shini gjafën të dashur bashkëdhetar shqiptar, që ka vendorën në mjekër, a i flok bardhi, a i ka qenë prokuror i Ramisalis, qas ka bërej. Edhe Pogradec ka grabitur pasurit e të tjerëve, ka ngritur pallate. Po ashtu dhe në Tiranë. A i shikoni edhe atë ngjitur, ka qenë ministri i drejtësisë, a i akoma më shumë ka vjedhur. Pra të gjitha ata që shihni aty, të dashur bashkëdhetar, që si rrinë, mendohen sepse e kanë gati për shkuar në burg. Vërtet u zgjat, vërtet ka 2 muaj që duhej mbaruar më përpara, e shtyn sepse si që thash përpara, prokurorët edhe ata kanë vjedhur. Por, ne spakut i kemi thënë dhe po i themi, përfundo, sa më parë, duman, si që kam thënë përpara, ti je përpara deputetëve, je përpara hajdutëve që po flet tani në këtë minutë, por ato fletët e arrestimit që i ke në tavolinë, zbatoj. Për ndryshe e di që po e shtyn, e di që është bërgati për të arrestuar zvenc kryeministrja, e di që janë bërgati 11 ministra, e di që janë bërgati 28 ish ministra e zvenc ministra, e di që janë fletë të arrestimit një numër i madh deputetësh, të quajtur deputetët e PD-s, o koalicion si e quajnë ata, patë mirë me diu me shok, e di që fletë të arrestimit janë për ta. Vazhdoni sa më shpejt, 1 orë e përpara, arrestime që ju do kini lehtësi dhe ju do verifikojni pasuria juaj kudo që është ne i dim. Por nëse ju nuk e arrestoni këto ditë, ju do kini problem me veten tuaj. Sepse spaku që është krijuar dhe propaganda që është bërë nga ata gazetar të quajtur analist e gazetar, ose të quajtur ish prokuror, që ata janë më shumë, ish deputet, ish avukat, ata duan të ashtyrën sa më shumë dhe thonë do bëhen zgjedhje nuk ka për Tiranë dashur shqiptar. Edhe për Vlorën nuk janë bërë gati, sepse ne qeveriet e re që do shkojmë shumë shpejt në vendin e dur, a ditë nuk do ketë me kryetar bashkie, po do jenë të ri, do zgjidhen direkt nga shqiptarët. Do t'jenë governor, si që thash, jo me kryetar bashkie, të ketë kompetencat e tia, jo të varet, si që varet tashi nga kryeministri, si që varet nga Edi Rama, që s'ka në gjë parëzuar. Këto ditë edhe kaldremet po i heqtulla. Pallatet po i prish, as pyet hiç fare. Vete Vigji i prish pallatet e fukarejve, që i kanë bërë me djers, kanë paguar taks për kaq kohë. Do me thënë, i kanë paguar hajdutët dhe hajdutët tashi po aprishin. Unë po i lajmëroj përsëri policinë, ndaloni të policisë, drejtori i policisë, mos merr urdhër nga kryeministri Edi Rama. Kryeministri Edi Rama është përfunduar, është prerë tiket e tij.
e shpreh tiketën e tij për në burg. S'ka lënë gjë pa thënë për Amerikën. S'ka lënë gjë pa thënë për njerëzit e vërtet demokrat. Mashtrimet më të katërarë, siç u kam thënë, të dyja partitë të dashur bashkëdhetar shqiptar kanë të njëjtin stil, të njëjtin vjedhën, janë së bashku bashkë. Unë u kam thënë dhe më përpara dashur shqiptar që do arrestohen, janë shumë gazetarë që janë non grata, është numër shumë i madh. Si brenda Shqipërisë, ashtu dhe në Evropë, ashtu dhe në Amerikë. Janë shpërndarë më të katër anët për 35 vjet për të mbajtur ISO qeverit e 35 vjeqe. 2 qeveri keni pa të dalë. Si PD dhe PS-ja janë njësoj. Janë pjella e Ramizit, pjella e komunistave. Janë pjella e spionazhit sërb të dashur shqiptar dhe grek. Pra, erdhi koha e juaj e gëzimit. Unë e di që jeni të mërzitur. Unë e di që ju s'po duroni me, po keni duruar 35 vjet dashur shqiptar. Do të ishini gjyktar, do të ishini prokuror, do të ishini gazetar, do të ishini analista që kanë qenë me grupin e spionazhit. Ata, unë kam thënë më përpara, do të bëjnë gjyq popullor. Më keni dërguar që dëshironi të bëni gjyqje popullor. Ju e keni në dorë dashur shqiptar. Ju e keni në dorë për gjyq popullor. Ju e keni në dorë sepse u kanë vrarë fëmijë. U kanë hedhur fëmijët për të detit. I ka lënë në për rrugët e Italisë, në për rrugët e Francës, në për rrugët e Evropës, në për rrugët e Britanisë, të englezëve. Po tallen me shqiptarët, po tallen me inteligjencën e Shqipërisë, që shqiptarët janë të zotë, kudo që janë shqiptarët, kanë hapur biznis në Evropë. Po përsëri i përdorën keq, sepse janë shqiptarë, sepse nuk ka ambasadë që ti përkraj, që ti mbroj shqiptarët. Do të thotë ambasadë që mbron njerëzit e vetë. Për këto janë ambasadat jashtë adheut të gjithë bota që ka ambasada, nëse një Amerikan e prek o e pengon ambasada amerikane, daq në Gjermani, daq në Francë, o në Kinë, kudo që tjetë, e mbron atë në shtetësin e vetë. Sepse paguhet ambasada nga në shtetësit e vetë. Do të thotë, ambasadorët që janë të Shqipërisë, ata janë sekserat të dashur shqiptarë. Ata i kanë futur shqiptarët në burg. I kanë futur qëllimisht për të mbuluar orllëqet e tyre. Pra është përhapur këto ditë më të katëra anë që qeveria do shkojë edhe 10 vjet tjera, 20 vjet tjera. Jo dashur shqiptarë. Kjo qeveri ka 6 muaj që ka përfunduar. Pavarësisht se shkon si ai gjarpri edhe lëviz bishtin. Po jo të dashur shqiptarë. Ka përfunduar. U kam thënë edhe e përsërit prapë. Luma ai që dohet në Shqipëri. Ministri o sekretari i ekonomisë e i financës u ka treguar të vërtetën dije 3 takse do ketë. A dhe asgjë tjetër. Nuk do të shihni njëri të u vinë në tregtit tuaja. Nuk do të ketë taksidar. As do ketë as në zyrë dashur shqiptar. Zyra do jenë shumë të vogla dashur shqiptar. Do jenë shërbëtor e shqiptarëve. Për këtë ne kemi bërë kërkesë të dashur shqiptar dhe kemi vënë në YouTube. Ne kërkojmë gjithë intelektualë që e shohin veten, që të punojnë në vendin e tyre, të mbrojnë kombin e Shqipërisë, të jenë krenar në vendin e tyre të gjyshve, stërgjyshve, të prindërve të tyre, të vetes tyre që kanë linë tokë Shqipërisë. Ne kërkojmë na dërgoni sa më parë çfarë profesioni keni dhe çfarë në gjendje dëshironi të jeni. Doni të jeni në qeveri, doni të jeni në guvernor, doni të jeni në bashki, se qytetet e vogla të dashur shqiptar, si Librazhi, Pogradeci, do ketë bashki. Laçi e të tjerë. Qytetet Kruja e këto do kenë guvernor të dashur shqiptar. Pra ne u kërkojmë sa më parë të vini. E diçka tjetër po u them, me qenë se shqiptarët më kërkojnë të dashur bashkëdhetar shqiptar, më shkruajnë
pse nuk vjen na viziton në për dyqanet e Tiranës. Ku janë tregtarët e vegjël? Do të më kini ditën e premte në orën 11, dashur shqiptar. Do vi ke ju dhe të qajmë hallin bashk. Dhe po o them përsëri sot, mos paguani me taks, qëndroni se nuk ka qeveri, se parat tuaja nuk shkojnë për shtetin shqiptar, po shkojnë për shtetet e tjera, dashur bashkëdhetar. Shkojnë për fqinjët, për sërbët, për grekët. Pra, ta nuk kanë me qeveri të dashur shqiptar. Ju e pat vetë, u erdhi dhe presidentja e Bashkimit të Evropës, dhe Llamatiti, erdhi, po ajo tashi duhet të di kush ja pagovi rrugën. Sa para mori Kuriku që tha do sjell tregtarët e Evropës. Të dashur shqiptar, deri më sot 35 vjet ju nuk keni parë asnjë tregtar, as nga Amerika, as nga Evropa. Të gjitha ata që vinë falso. Ata vinë me gjaketat me arne dhe vinë këtu dhe marrën parat miliona e miliona dollarë. Si që i kanë marrë minierat të dashur shqiptar. I kanë marrë minierat, kanë erdhur nga Turqia. Ju punorin në për minierat e ka marrëvesh, rubik kudo, në për minierat, burqiz, dhe paguajni $30 në ditë dashur shqiptar. Në orës 150. Po ku vete tëra i kron pa para shkon në Kinë. Pra ne po i shëgojmë dashur shqiptar. Ku vete tëra o naft, që nga Fieri deri në Vlorë, trenet, do t'u nxjerrën nesër, trenet pa pushim të dashur shqiptar, nga Fieri shkojnë në Vlorë. Kurse ju e mirni naftën $2. Të dashur shqiptar nuk do t'jetë më tepër se 45 cenca u thatë që dije. Nuk do t'jetë më tepër. Kurse bujku do të ke shumë lirë dashur shqiptar, sepse do marri me volum. Nuk merr 1 litër, 100 litra, do marri shumë. Do marri direkt wholesale. Do t'i marri direkt nga kompania që nxjerr naftën. Bujku, që t'i shkoj për para, që të mbjelli çfarë ti dojë shefi ti, që ta punojnë, nuk ka më kanale dashur shqiptar, po ka pompa që shpohet. Do t'i jipen bujku të gjithë materialin që ai kërkon, se kështu shteti mbahet në këmbë. Bujku sa më shumë të ketë bujësi, sa më shumë të shesi, ai do marri 6% dashur shqiptar. Ato do t'ja kthej shteti. Këtë taks ka. S'ka taks. Ai se paguan vetë, e paguan ai që e ble të dashur shqiptar. Pra, do t'jetë bujësia moderne, që ai do bëj bujësia sa ne do t'u japëm batan kufirit tonë. Ne nuk do pranojmë as dritë, as perime. Çdo gjë zarzavate do bën në tokën e Shqipërisë. Po Shqipëria nuk bën të dashur shqiptar. Cila është arsye? Këta deputet që shihni ju, atje të dashur shqiptar, janë 9 nga ata janë shumë aty, po janë 9 nga ata që ata u sjellën juve dritë. Ata u sjellën perime. Perime të prishura, dritë të skaduar, me ilaçe. E sjellën sepse e marrën nga jashtë, e marrën pa para dashur shqiptar, që kanë lidhje spionazhi, dhe e shesin këtu, ai dem që së murën. Pra, a herë Shqipëria, çdo gjë do t'i bëjnë në tokën e Shqipërisë. Blegtoria të dashur shqiptar, një blegtori që e ka shtëpinë në maj të Malit, ai do ketë bakti. Ai do shesi qumshin, djathin, mishin. Shqipëria nuk ka nevojë të vijë mish nga Australia, nga Kina, nga Greqia. Shqipëria i ka vetë gjithë kondita dashur bashkëdhetar shqiptar. Unë i kam parë me helikopter dashur shqiptar, toka e Shqipërisë, malet e Shqipërisë, gjelbërim, të ketë bakti, me miliona, jo me mira. Ky vend është flori, po ky vend të dashur shqiptar, ka patur tradhëtar.
për 100 vjet, 46 vjet me regjim komunist, 35 vjet me regjim hajdut, shqipfolës, spionësh, paleo spion që dëgjojnë prapa dritare. Nuk ka më keq se ti je spion i dashur bashkëdhetar shqiptar. Më ordiner të bëhen spion. Ata nuk din familje, ata nuk din vëlla, ata nuk din motër, ata nuk din kushëri, pa ata din vetëm të bëjnë spion. Pala arsyet dalën si do bëjnë spion, si do bëjnë rëmuj. Ai që është spion është më mirë të eliminoj veten se sa është në tokën e Shqipërisë. Nga këta Shqipëria ka humbur, të dashur shqiptar. Nga kjo racë, deri dje ishin kaptera, ishin në ministri, ishin kudo, sot janë avokat, sot janë prekuror, sot janë gazetar, që di shumë, që janë gazetar, analista, kanë qenë kapterat e regjimit komunist. Janë shumë analistë të dashur shqiptar. Po thuaj në gjithë televizoret kryesore, kanë qenë me gradë toger të Ministrisë së Brendshme. Absolutisht asnjës mund të vinte në shkollë. Jo që ta kishte biografi, që quheshin biografin armiqësor, po dhe ti ishte njëmi i thjesht, nuk vinte dot në Universitetin e Tiranës për gazetari, për letërsi, për histori, duhet ishe familje spiune, jo komuniste, se komuniste shumë të thjesht, ca ishin nga halli, ca ishin hynë në atë valles Dilidot, po spionët e kanë coptuar Shqipërinë. Në përkampet e intrenimit, në përburgjet fusni spiona që ti shkatroni shqiptarë. Ne i dim të dashur shqiptarë. Unë i di fare mirë, se kam qenë vetë në përkampin e intrenimit. E po e përsërit e njëherë, jam i pari në tokën e Skënderbeut, në tokën e Shqiponjave, që kam qenë intrenuar në shtyllas me apel të rëndit, nga apeli nuk u kënaqën, po më futën në arest shtëpie për 5 vjet. I vetmi në Shqipëri. Pra të dashur shqiptar, unë i njoh këta. Doset e këtyre ne i kemi. Nuk kanë ikur, doset e kaptera. I kemi ku kanë punuar dhe ku jetojnë. Akoma jetojnë në përshpit që ka dhenë qeveria, që ka dhenë Ministria e Brendshme. Ministria e Brendshme, Ministria e Luftës, e Ushtrisë, që ka dhenë apartamente. I kanë dhe sot. Dalën dhe ben gazetarë, ben analista. I din të gjitha që s'din asgjë. Shajnë, spaku, shajnë Amerikën. Çpun ka Amerika të vinë në tokën e Shqipërisë. Ka zotë i. Po të vinë, turp të thuash zotë i. Pra shqiptarët e kanë humbur drejtimin. Të dashur shqiptar, si që thash, dhe po e përsërit prap, spaku është në përfundimin e sipër. Është në përfundimin e sipër për arestime. Sa të mbarojnë arestime, ne kalojmë në qeveri urgjent. Ne jemi qeveria teknike, dikush mund të thotë në hije, jo. Ne jemi dhe po vinë çdo ditë njerëzit që arrestohen për të punuar. Punë do ketë sa të duash dashur shqiptar. Aq punë do ketë si në Amerikë që po të tjeshi zoti punon 3 punë në Amerikë. Po ashtu do bëhet dhe këtu. Në atë gjendje do bëhet këtu. Do bëhet gjithë të dashur shqiptar. Unë e di fare mirë dhe juve më dëgjoni. Të gjithë ata që kanë mbaruar universitetin për jurist, për ekonomist, për mjekësi, për inxhinieri, për bujqësi, janë pa punë. Kurse në punë dikush është dashur shqiptar. Janë ata foksat spionët. Janë ata parazitët. Kjo është e qëllimshme. Që arrin rroga e një polici për 400.000 deri me 600.000 lekë, do me thënë $600 e fillon me 450 turpi botës. Pra, tu ka arritur gjendja e Shqipërisë. E njëherë dashur shqiptar,
unë po e përfundoj, unë e di që prisni arestimet janë gati, e njerë po i paralajmëroj gjyqtarët të dashur shqiptar, që Le Pen, gjyqtarët e kushtetues, i njoh shumë, 4-5 nga gjyqtarët e kushtetues ishin e janë menaxherat e George Soros. George Soros të dashur shqiptar e kanë sjellë që në 92-shin. E ka sjellë partia e quajtur demokratike, bashkë edhe më vonë me nanën. Ajo, të dashur shqiptar, ditën që bëhet qeveria nuk do të ketë zyra Sorua. Nuk do të ketë kempe Soros në tokën e Shqipërisë. Nuk do të vijë Aleksandri si që vjen tani, vjen e bën çfarë të dojë. I lëshojnë qilimin kur vjen Aleksi. Aleksi i Soros, kudo që të vej, Sorua kudo që të vej, do paguaj shpërblimin e tij që ka dëmtuar kombin e Shqipërisë. Jo vetëm Sorua, dashur shqiptar, po këtu keni priftin që kanë ardhur nga Greqia. Kanë qenë musliman e janë bërë të spionazhit grek, e janë veshur me petka të priftit. Jo, të dashur shqiptar, nuk do ketë më këtu o musliman që të flasi, të thot të veri flamurin turk. Jo. Çdo kish, çdo xhami do të veri flamurin shqiptar në obor. Ti lutet Zotit brenda. Por në qoftë se e përkra shetanin, e ka fjalë spionazhin, ai nuk do të jetë me as prift dhe as hoxh. Qeveria e re që do bëhet, dashur shqiptar, si priftin edhe hoxhën, myftinën, si i quani ju, do të keni inshurancën. Do të keni inshurancën dhe do kenë pensionin kur të mbushën moshën nga qeveria. Shteti sa ka mundësi, presidenca sa ka mundësi, mund t'i ndihmoj për do i bërë ndonjë kish, nëse ka mundësi, nëse s'ka, ato janë, bëjmë punën e tyre. Por ama shteti do t'i kontrolloj fet, sepse ne jemi katolik shqiptar, nuk jemi katolik italian. Ne jemi krishterë shqiptar, nuk jemi grek, sërb e rus. Ne jemi musliman shqiptar, nuk jemi turk, arab, që janë bërë këtu muslimanët me fustan të dashur shqiptar. Kanë dalë fare nga rregullat. Jo. Janë bërë këtu parrojtur të dashur shqiptar. Po t'i shosh disa e të palarë, jo të dashur shqiptar. Kanë qenë përpara hoxhallarët me një kapel të pastër dhe i ndihmonin fukaren. Dhe të veshur tamam sipas zakonit, sipas fshatit, sipas krahinës. Po jo aman që të kemi ne këtu hoxhallar të vinë nga India, Pakistani, jo. Nuk do bi vaki. Dhe i tashi kanë bërë për spionat. Pra, nuk do t'jenë priftin, do t'jenë shqiptar. T'jenë të lindur shqiptar. T'jenë shqiptar me zakone. Të jenë realiteti, t'jenë flamuri. Si që thash, nëse ata bëjnë politikën e një shteti tjetër, ajo kishoja xhami nuk do ekzistoj. Si në Amerikë, ka ligje, ka rregulla. Ne jemi shqiptar. Po pse mos valoj ky flamuri? Po vjen flamur turk, po ne jemi turq. Pse të vjen flamur e Vatikanit? Jo. Këtu është katolik. Në unë e dinje si vishin priftin për përpara, kështë lezet. Po jo na të vinë na urdhoj Sërbi e Greku e Vatikani, jo të dashur shqiptar. O, Vatikani, po dojle të ndihmoj me para. Le t'japi flori, le të bëjnë kishat e dynjas, po ata janë shqiptar. Përfundimisht, le të dashur shqiptar, ne jemi të fesë të këtij flamuri.
i vetëmi shtetë në botë, i vetëmi shtetë në botë që e di fare mirë, që jemi një racë, jemi një gjak, edhe po të mendojmë gjatë e gjerë, mund të bjem kushrin të largë. Raca me bukur, raca me zgjuar, për këta na kanë i natë dashur shqiptarë. Për këta na urrejnë, aman erdhi koha, se Shqipëria do bëhet një Amerikë e vogël, në zemër e Evropës, të tërë do t'i kenë sytë për këtë Shqipëri, do vinë miliona e miliona turistë, shqiptarët do kenë shtëpitë e tyre, do kenë tokën e tyre, edhe nuk do lejmë të huaj që të vijë këtu e të na urdhoj i jo. Ambasadat që do enë, nuk do dalën jashtë dashur bashkëdhetar, si që venë tani e si gjvinin edhe kur beshin synet. Vitë e ambasadori edhe kur beshin synet. E më dasmë, jo, ka një rregull ambasadë. Amerika ka ambasadorin më të madh në Evropë, në Itali dashur shqiptar. Ka qerekun e vendit, ka zemë. Por nuk e njeh njeri, se nuk del. Kurse këtu janë bërë ambasadat italiane, Izraele, çdo gjë ambasadë, del në televizor, edhe të tjerë pas atij, sikur ai lëshon Florin. Ata na rjepën më dashur shqiptar. Ata na e kanë marrë parat. Ata na i përzejnë fëmijët, nipras të nipat nga Evropa. Pra, dashur shqiptar, unë po e përfundoj, unë të premten jam, do piqem me shqiptarët në Tiranë, me tiranësit e vjetër, me tiranësit e rinj, që kam dëgjuar të dashur shqiptar, që vjen një bëm pashaportizim, jo dashur shqiptar, nuk do ketë mështu. Nga Koni Spori shkon Shkodër, të nesër s'ka pashaportizim, si në Amerikë. Ne jemi shqiptar, dashur shqiptar, që kam dëgjuar shumë, që thonë, ti nuk e tiranës. A ti këtë tërë shqiptar, kush do ngele tiranës? 4-5 familje, që janë. Pra, të dashur shqiptar, kur e ke vetën shqiptar, ke të drejtë të vesh ku të ke dëshirë. Kjo është Shqipëria e shqiptarëve. Deri tani ka qenë Shqipëria e tradhtarëve. Ka qenë Shqipëria e shqipfolsëve. Nuk do t'jetë më të dashur shqiptar. Pra, mirupafshim nesër në orë 6, natën e mirë dashur shqiptar, prisni lajme të mira sonte, nesër, prisni arrestimet dhe do prisni se do largohen shumë nga partit, do dorëzohen, do thonë, jemi për në burg dhe shqiptarët të bëjnë gjykimin që ata duan. Natën e mirë e mirupafshim nesër. Rrof Shqipëria me të dy flamurët, kudo do t'jenë edhe me shekujt e ashëm, këta dy flamurë do t'jenë shpëtimi i shqiptarëve. Natë e mirë.